Sa mora vesh do vinte në festivalin e fundvitit të Radio Televizionit Shqiptar, kam kontaktuar më një herë. Në fakt e kam kontaktuar para se të vinte këtu, i kam shkruar në DM sepse doja shumë të takoja. Nga një anë kuptova që kisha një mall vet personal me këtë artist, sepse mua më kujton një kohë shumë të bukur, përveç se ka super këngë dhe një zë nga zërat më, unë them nga zëra më smooth, që nuk të mërzitet kur, që të shijon gjithmonë. Pra përveç se ishte dëshira ime, nostalgjia ime për kohët e viteve 2010 edhe kohët e bllokut, të muzikës live, të një jetë shumë të bukur, edhe unë kisha një jetë pak më beqare atëherë kur i shijoja koncertet e tij. Po përveç kësaj unë besoj që është kuriozitet shumë i madh dhe për të gjithë të tjerët, sepse si mua dhe shumë të tjerë që kanë dalë ndoshta edhe më shpesh se mua, e din dhe kanë lidhur atë periudhë, kanë lidhur një periudhë shumë të rëndësishme të jetës së tyre me Vedat Ademin. Vedat. Falenderoj shumë. Kënaqësi Darina. Më bëhet shumë qefi që jam këtu. Unë do them një histori të vogël që në fillim. Në 2012 kam qenë në avion. Atëherë Vedati ishte, se Vedati është i famshëm si emër, po ishte shumë aktiv. Po them që ishte shumë aktiv dhe kishte koncerte pafund gjithkohës. Ke pasur gjithmonë një pamje shumë të pastër, pamje dhe një çuni të mirë, të rregullt. Dukesh sikur nuk të bënte gjë, edhe nëse pi alkol natë nuk të ndodhte asgjë, sepse ishte gjithmonë kështu në rregull. Ishte rock, po ishte rock i pastër, sikur merrja oksigjen, sikur këndoje në një vend të hapur, jo në tymin e cigareve të pubeve. Dhe unë isha në avion edhe kisha ngjitur në sedilje një vajzë shtatzën. Dhe rruga ishte shumë e gjatë deri në New York. Shkonim të dyja rreth sa është 8 orë. 8 orë. Po, 8 orë rrugë. Duke bërë muhabet rrugës, u kënaqja, ishte një vajzë, po them unë tash, zonja jemi të gjitha, po një vajzë shtatzan shumë e mençur. Shumë e zonja dhe po më thoshte edhe çfarë bënte këtu, ishte drejton një kompani shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme në Shqipëri. Po tregonte për punën e saj, për bizneset e saj dhe ishte një vajzë agresive që ti domethënë historia amerikane top notch, domethënë që ishte goxha mirë. Deri në moment thotë që bashorti im është Vedat Ademi. Dhe unë nuk është se dua atë, por nuk e bëj atë lidhjen. Jo se s'bëja atë lidhje, se patjetër që unë nuk ju njoh juve, nuk ju njeh në raport, po s'bëja dot me Vedatin që këndon, edhe ajo që kishte një lloj ambicie në financë, në gjëra financiare, nuk e di, ishte kompani tjetër këtu me një profil të caktuar, po tani ajo është në bank. Dorela, edhe ajo më ka bërë një përshtypje dhe unë aty thash, Vedati më pëlqej shumë, po Vedati është shumë çun më i mirë tani mbasi takova Dorelën. Më pëlqeve akoma më shumë nga gruaja jote, edhe unë që e përshëndes shumë se kam vite pa e parë. E vlerësoj shumë Darina, shumë faleminderit. Dhe ti je me gruan akoma se do të përgëvet. Ti flet aq shumë për çunat. Dhe tani, Biles, më trego pak, a mund ta tregosh pak atë video që të erdhi? Nuk kam telefonin tani për momentin, po. Sa është ora tani në Amerikë? Është i bie tani afërsisht diku nga ora 3, jo 2, po them. Edhe ku ishte Joni, çuni i madh? Joni ishte në një talent show të shkollës tani, edhe i bjen piano sa dhe këndon vet. Si këndon ai? Më pëlqen, ka ca trile kështu, ca vibrato të bukura, s'kan gjë. E ngacmojnë e këndon një këngë të Bruno Mars. I should have bought you flower. Edhe e shijoja shumë, domethënë, po faktikisht tani ka filluar të këndoj, pak më shumë, është liruar, si më thënë. E ka me qef, domethënë e shijon vet. E ka me shumë qef. Më duket sikur i ka ndiku pak a shumë edhe kjo pjesë që unë e kam marrë në disa koncertet mia që kanë qenë në sheshe. Kur po flisim neve, çdo referencë që kishe, kur takuam bashk para ca ditësh, çdo referencë kaloi gjithmonë te çunat. Edhe te i vogli që është shumë i lezetshëm, i kishte një video, në fakt që më tregove, si ka emrin i vogli, më fal? Eren? Po, Erenik. Sa i bukur emri? Edhe më tregon Erenikun që kishte një pul në dorë, po kishte një pul e mbante në krah, po e mbante kështu si mace. Sikur e donte shumë. Edhe ai është i lidhur me kafshët shumë? Jashtëzakonisht shumë. Është shumë paqësor si fëmijë do të, edhe i don kafshët, ai flet për natyrën, mbaron domethënë që të merret me qend, me macet, në çdo restoran ku ka qend mace, ai është domethënë gjysmën e tavolinës të ushqimit ja çon aty domethënë. Edhe ishte si më thon shumë spontane si video, e shohëm me pulën dorë, thash ti bëj një video për kujtim këtë. Edhe ai direkt tani si më thon u pozicionu me idenë që të fliste tani mesazh të jepte botës, domethënë paqe për kafshët, për këtë, edhe thotë Thunder ja ka vënë emrin. Domethënë është një mik i jon nga Amerika që e mori për vizitë në Elbasan, edhe ky kishte marrë pul me vete. Vjen e sjell të shtëpia domethënë me një kuti ku shohim pulën. Edhe si përfundim e lan pulën tek prindrit e Dorelës në Tiranë.
Tani pulën me prindrit, taksirat. E ngacmonin për gallatit, thanim ne që do ta presim pulën. Ngacmonin të tjerë tjone. Edhe bëhesh e keq, fillon të çandet. Tani një vit më mbrapa Thunder është bo e madhe, ka filluar të bëj vezë, a kupton? Çfarë thua? Edhe ky ka lënë gjysmën e ditës me pulën. Edhe fillon që thotë, kjo është Thunder, unë kujdesem për të, që të mos ta hajnë qend dhe ku dëgjon këtë andej. Mundohemi që ta bëjmë sa më të mirë ambienti për të, këtë andej. Po është vegetarian kështu? Jo, pulën e sakaton e Pra, unë i dua njerëzit, po jo të gjithë. Sa i martoj dhe i kam prindër të mitë, të tjerët e ndoshta nuk do t'i flasë. Këtë marrëdhënie ka, Thunder e ka fiksim. Ndërkohë, Joni besoj që është dhe gjenetike, se artisti më duket dhe nga Dorela, nga familja Dorelës ka artist? Po, babai Dorelës, Vjerri Ndriçimi, është kompozitor, dirigent, gjithashtu edhe kunati me Ndriti, që është kompozitori i një pjesë të mirë të këngëve të mia. Do thënë muzikë te muzika ndej. Po ti nuk je nga të prindrit që thua mos art? Jo, absolutisht. Domethënë jam munduar t'i lej të lirë, edhe faktikisht edhe në bisedë me Dorelën, sepse ai është më insistuese, po them për pjesën e muzikës. Unë i kam thënë ta kesh për kulturë, të jesh për kënaqësinë tënde, sepse të ndihmon. Edhe të jep goxha qetësi, instrumenti, muzika. Duke qenë se është edhe adoleshent, kam përshtypjen që edhe ati i ndihmon. O Vedat, si preve kështu si me thik? Pjesë që ti ke pasur një aktivitet jashtëzakonshëm, ke qenë koncerte vazhdimisht, edhe këngët që nxjerrë që ishin hit pas hiti, këngë shumë të bukura, dhe një moment sa e vështirë është ai momenti kur vendos, sepse është një adrenalin tjetër kjo e muzikës dhe pastaj shkon në një vend tjetër. Nuk është se ka qenë lehtë, si më thon, ne Dorela boni gafën e aplikimit për lotari amerikane, si më thon, pa e ditur, e them në formë shakaje më shumë, sepse në atë periudhë Dorela ndihmonte shoqet e veta edhe motrën për lotarinë amerikane. Edhe si pat keq i del motrës lotaria atë, edhe shumë mirë, ata morën vendimin për t'i këtë Amerikë, pastaj i bën një shoqës vetë, i del lotaria dhe asaj. Edhe i thëmë, se mos bën gafë, thash na bën edhe ne lotari, na morën qafë. Dorela ishte shumë ngarkuar me punë atë periudhë, backup number isha unë numëri 2. Edhe më marrin, unë kisha bërë 2-3 koncerte për festat e Thanksgiving, për Krishtlindjet në ambasadë amerikane, edhe thash po marrin për një koncert, për një mbrëmje. Thotë jo, të kemi marrë për lotarinë amerikane, jeni për zgjedh. Nuk e harroj asnjëherë, kam qenë në blok duke shku për prova me grupin. Edhe unë piva, domethënë nuk i thash të lutem me njerëz. Edhe i them dorë, thash kështu, më morën, kemi fituar green card. Në lotarinë amerikane. Duke qesh ajo se prisje, si më thënë. Po, kështu. U bë kismetim. Pastaj ishte pak e vështirë atë periudha. Më fal, të ndërpres. Dorela e ka këtë si shërbim, ofron si shërbim me që ka dorën e mbar. Dorela, zemër të përshëndes, nëse ofron si shërbim lotarinë amerikane, kemi shumë njerëz mund të bëjmë biznes bashkë, se pas ke më mirë se në Korçë dorën. Inshallah se dëgjojnë nga Korçë. Jo, që ka më mirë se tamam. Edhe kështu, po duke qenë se e bëm disa vite rresht vajtja ardhe, si më thënë, u bë si sakrificë dhe na vinte pak keq ta linim, si më thënë, në përgjysmë. E kështu vendosëm, ishte goxha e vështirë, normalisht sepse isha arritur me ëndrrën për të bërë artist, për të bërë këngëtar, edhe ishte e vështirë. Po u shkputëm me ide ndoshta për tjerësa për të pajisur me pasaportë. Pastaj gjërat fillon vështirësohen, po them pak më shumë, fëmijët rriten në shkolla. Se çka një gjë që Amerika në fillim është pasi shkon për qefës e shef Times Square-in apo shef, nuk e di, Miami, mund të qofësh diellin në vendet e bukura e makinat, nuk është më Amerikë për shumë pak ditë. Pastaj bëhet kështu si e zymë, si gri, nuk e di se si të ka qenë për ty eksperjenca. Më kujtohet një shprehje një shoku tim që ka qenë basist i grupit, ai shkoi para shumë vitesh mbas luftës në Kosovë, edhe e pyesim ne me kurreshti, meni si tu duk Amerika këta, Valla tha Vedat, mirë, tha po, jo si në film ashtu. Edhe mua nuk më duk si në film, domethënë ishte shok si fillim. 3 vitet e para isha vetëm me trup atje, kështu që pjesën tjetër isha. Vije atje apo s'vije dot në 3 vitet e para? Vija. Vije për koncerte apo vije? Po, kjo më ka ndihmuar, do thoya, sepse un kam ardhur pak a shumë 3 herë, 4 herë në vit, qoftë për taku familjen edhe për koncertet. Kështu që nuk është se e kam ndjej shumë. Por ne të kemi ndjerë të mungesën. Ti mund të kesh ardhur dhe njerëzit të kanë parë ato, po të kemi ndjerë mungesën sepse ke qenë shumë aktiv edhe në muzikë qenë shumë aktiv. Atëherë edhe me hitet që pak më parë po i këndonin, ishim
Do ta shihni edhe atë pjesë. Unë po kërkoja Vedatin në fakt edhe se erdha pak me vonesë dhe Vedatin e gjej poshtë duke kënduar. Dhe ato që këndoni Ashtu pëlqen mua, afërsia domethënë që të kem publikun afër ato. Po ato kanë qenë 6 vjeç, 5 vjeç kur ti ke pas të hite dhe i dinin përmendesh. Më bot shumë qefi të thënë vërtetën, edhe ndodhur ndom tani edhe në përmbrëmet, në për koncertet ka shpesh raste kur takoj goca ose çuna që më të kanë qenë 4-5 vjeç, edhe i kam përpara stage-it atu, edhe ka raste kur më tregojnë edhe fotografi që kanë qenë të vegjël, për shembull thonë tari për trim, të bëjmë një foto tani që jemi rrit. Më bot qefi që pavarësisht se kanë kaluar shumë kohë, shumë vite, këngët vazhdojnë, e dëgjojnë edhe këndojnë. Ti bëre edhe një koncert sa po erdhe këtu. Po, që bëj koncert, si ishte ai koncerti? Ka audiencë ka fjalë, ka ndryshuar kishte? Në kord gjithë duke kënduar. Më vjen mirë që vazhdojnë, domethënë vazhdojnë të vinë në numër të madh edhe të këndojnë bashkë me mua. Janë energji shumë e madhe për mua. Sigurisht më fusin nëpër, si më thënë, nëpër ato planet ndoshta për në një koncert edhe më të madh. Shikoj Vedat, je, si thua, përfaqësuesi një kohe. Unë s'po them që është kohë e bukur, ndoshta për të rinj tani është kohë shumë e bukur edhe kjo, të gjithë kanë atë kohën e tyre. Por duke qenë se ke qenë shumë identifikuar me muzikën live, me jetën e natës, mund kujtosh që ke pas një rekord koncertesh? E them pa modesti që mja 10 vite kemi pas aq shumë koncerte sa po e them pa u dukur keq, ndoshta mi bot gjithë bashkë nuk kishin aq punë sa bënim ne. Fillonim në aktivitetin që të martën deri të shtunën, bashkë me bendin. Gati çdo ditë. Kanë qenë kohë të bukura, i kam shijuar shumë. Unë vi nga Mitrovica, shumica e publiku besoj e din. Ka nga ata që më thonë edhe nga Korça, e forta ishte me taksin tani. E më tha, nga Korça jeti? Thash po nga Korça e Mitrovicës. Mos! Unë harrova që ti ishe nga Kosova për një moment, sepse je dedikuar kaq shumë me Shqipërinë. Po, faktikisht karriera ime këtu ka filluar, do të thoja. Pavarësisht se unë kisha bendi në Kosovë për 2-3 vite, isha si më thënë, më shumë në për skenat e vogla, jo në media e njohur. Pastaj nga ato festi me radhë, si më thënë, edhe aktiviteti jem më shumë ka qenë i përqendruar. Shiko, unë ngela pak te Mitrovica, dua të kthehem prapë tek aktivitetet dhe ato dhe sukseset e tua, por ngela pak te Mitrovica, se Mitrovica është një zonë e nxehtë, është gjithmonë një diskutim, është një ëndër e sërve ai vend, dhe është ajo ura famshme, pra ka shumë histori Mitrovica. Nuk e di si ka qenë për ty të rritesh atje dhe nëse të ka formsuar, çfarë mund të kesh marrë nga një qytet një qytet i nxehtë ku jetojnë dy komunitete bashkë, është kaq i theksuar edhe ndasia, të paktën me sa dim ne nga ekrani, nuk e dim se si ka qenë për ty rritja atje. Mitrovica njihet si do thosha si djepi i rokut, është identifikuar, domethënë madje në biseda me miq, me njerëz, ne flisnim për vitet 65 që është bërë jazz festival në Mitrovicë. Edhe ka ndikuar, do thosha, edhe rrethi, edhe ajo emri i madh që kishim ne për muzikën, si më thënë, edhe në kulturë për të ndërtuar, do thoya një shije të mirë për muzikën. Kohët më të bukura të fëmijërisë kam kaluar atje, kam qenë edhe pjesë e teatrit Sander Prosi, aktor amator kam qenë për një kohë, që është teatri mu në tek lumi, domethënë. Kujtoj pjesët kur dilnim në veri që lunim basketball. Edhe tani shqyrëzohet gjatë kanë filluar pak me ndryshu, edhe mundësia për dalë, për të pa, për të shmallë me pjesën më tanë është më e madhe. Ti ke pasur edhe një fshinj, një shok të vogël me cilin luaje që është edhe ai një artist i famshëm sot. Kresha, MC Kresha, jeni rritafër. Kemi pas shtëpi përballë. Me Kresha kujtoj që kemi pas një CD player, kështu që e ndanim me kohë, domethënë gjysmë dita ai, gjysmë dita. Çka kishte CD player? Po muzikë të ndryshme, Kresha ishte shumë i shkathët, domethënë si fëmijë, edhe lexonte shumë në atë kohë, ishte ditë gjermanishtën që në atë kohë dhe na litë përshtypje neve. Ditë anglisht, ditë gjermanisht, ishte. Pastaj unë në 2003 në shputa dhe kështu, ajo kohë pastaj edhe normalisht nuk është se jemi takuar aq shpesh, po jemi dëgjuar pas herë. Po si ngece në Tiranë, se vërtet sa njerëz e din, ti mendon që të tërë e din, po janë rritur kaq shpejt ato të tjerët Gen Z-a që na ndjek, ne ti je shef dhe me kalamajt e tu, sa që është shumë e vlefshme gjithmonë që të mësosh diçka. Si ngece? Sa më ngece në Tiranë, si ti ngece? E kujtoj, ka qenë interesant, domethënë, kisha pasaportën te kroskoti i makinës një shoku tim, që është aktor, Fisnik Ademi. Do vinin për një shfaqje, për një bashkëpunim në Tiranë. Më marrën me vete, shumë rastësisht, domethënë, me dëshirën e madhe për të parë Shqipërinë, Tiranën.
2003, edhe nga shoqëria e përbashkët aty njoha shumë njerëz të famshëm, domethënë asaj kohë ishte Mariza që këndonin nëpër pubet e Tiranës, Dorian Gjoni e të tjerë, shoqëri e përbashkët që ishin, edhe duke biseduar që kam një band në Kosovë, më ftojnë për të kënduar një këngë ata, edhe këto lindi, si më thënë, ajo shkëndia e parë. Mu ofrua një këngë që ka qenë edhe pjesë e Top Fest 2-shit, nga Dorian Gjoni, pastaj unë u bëra pjesë e Top Show për një sezon, edhe kështu filloi historia domethënë. Pas të kalove tek e diell. Po, tek e duket, diell, po? me Adi Krasën për një kohë, pastaj u prezantova te Top Fest 7, domethënë kam qenë pjesë e këngës magjike, Top Festit, ajo po them goditja e fuqishme ishte me këngën Koha s'kthehet. Aty filloi domethënë ndryshoi goxha, emri im ishte shumë më i njohur, si më thënë, edhe filluan koncertet bashkë me grupin. Me që përmendë Koha s'kthehet, unë kisha shumë qejf dhe thash që kur të takova që dua të luaj vetëm pak këngët e tua, sepse e di që do i shijojnë shumë, edhe njerëzit prapë do shkojnë aty dëgjojnë edhe një herë. Ka shumë që i dëgjojnë gjithë kohës. Më kujton pak Three Doors Down, ishte dhe ajo, ka qenë ajo fryma e... Po, natyra, po. Atyre këngëve ka qenë. Çfarë kujton për shkakun nga kjo këngë? Më kujtohet periudha, domethënë, e regjistrimit bashkë me Kledin, me Endrin, me Klodin atë kohë që ishin band, përfshirëshin gjithë, domethënë, në gjithë gjën. E ndjej ti që do ecë kjo këngë nuk mendonim asnjë lloj gjëje, domethënë, as lek, as më thet tash, domethënë, thjesht e donim atë gjë dhe donim ta bënim sa më mirë që mundeshim. Më kujtohet që në finalin e Top Festit, kur kam dalë në skenë, impakti ishte aq i fortë, domethënë gjithë publiku ka qenë një e madhe nga gjithë salla, sa akoma e kam, domethënë më ata gëzimin. Nuk e harroj si moment, domethënë ka qenë gjë shumë e veçantë. More çmim aty? Jo. Çrënd si ka. Apo dëgjojmë në këtë? Sot, apo e dëgjojmë sot? Po. Apo e këndojnë ato që kanë qenë 5 vjeç? Po. Në rregull. Tash është një këngë tjetër që nuk e gjeta në Spotify, po ishte në YouTube, nuk e di pse nuk e kam gjetur. Është një duet që ti ke bërë me Rezarta Shkurtën, që është një super këngë edhe kjo, që kur ta dëgjojnë njerëzit do kujtohen. Çfarë mendoje në krah të saj? Tu e vesh me një bluzë të kuqe, ishe më seksi. Me motor. Kohën pas për ty, a do ishin vërtet, ka larg, po ta ke. Super këngë. Ç'a të kujton kjo kënga? Gjëja e parë që më vjen ndërmend është tani telefonata e Rezartës. Që si natyrë që është garipe pak, më merr telefonin, thotë kam një këngë dhe thotë nuk lejo ta refuzosh kaq, do ta këndosh edhe pikë. Isha i zënë diku, nuk e mbaj mend saktësisht tani, edhe thotë du të takoj dhe do ta këndojmë bashkë të këngën. Është këngë e Elgit Dodës. Oj, ka bërë Elgiti këtë gjë, po. Nuk e din nëse është kënga e parë e Elgitit kjo? 14 vjet më parë thot. Me sa mbaj mend është kënga e parë, po them, e Elgitit. Edhe ka goditur në shenjë që këngën e parë. Është këngë e fortë, është më ka dalë shpirti derisa e kam kënduar, se është goxha lart. Ka qenë borë, ka qenë shumë vështirësi, domethënë për të shkuar në Maqedoni, se kemi regjistruar te Darko Dimitrov. Okej, ke bërë orkestrimin. Edhe po. Duket është prodhim i mirë, edhe pse ka kaluar kohë, është prodhim shumë i mirë. Aty kam nxjerr maksimumin tim, domethënë, që s'ma merrte meja që do kapja ato nota akute. Ndërkohë unë të mbaj mend, ka qenë viti im i parë te kënga magjike në 2014-ën, dhe ti ke pas prapë një këngë të famshme, asgjë njësoj. Ke marrë çmimin e dytë, nuk e di? Po.
të vesh. Kur unë ty s'pon të nje. Edhe kjo këngë e fuqishme. Po. Atëherë nuk ka qenë live kënga magjike me sa kujtoj se ti mund ta bëje live. Nuk ka qenë. Përveç çmimin e dytë, ka marrë edhe çmimin e kritikës në atë kohë. Teksti nga shkruajtur Alban Skëndera. Çmimi i kritikës është, po ta them si muhabet të brendshëm, meqense kam qenë skenarise. Le ta di, nuk ka problem. Çmimi i kritikës është kur, domethënë është dhe produksioni, po kur produksioni të tërë mendojnë në krye një njeri që e njeh muzikën shumë mirë që kjo është këngë, kjo është realisht një këngë e mirë në të gjitha format e saj. Kjo është muhabeti brendshëm që ta thash tani, meqense nuk është më çmimi i kritikës, po Arditi do ma fal. Po. Në atë periudhë kur këtë këngë kam regjistruar, ka qenë dajem se unë lidhet me familjarët me dajet i kam pas gjithmonë shumë të forta, duke qenë se edhe kemi jetuar me shtëpi afër. Pa them një pjesë mirë të jetës e kam kaluar edhe te gjyshrit. Ka qenë periudhë kur dajem ishte sumur, edhe në finalin që unë kam kënduar, atë ditë është varrosur edhe ka qenë, domethënë, gjë e vështirë, si më thanë për mua, po e bëra për gjithë njerëzit e familjes edhe sa të them, dy kanë qenë emocione të forta. Duke qenë se ke qenë shumë në skenë, ke qenë shumë live, domethënë, sa ke pasur situata të tilla dhe si është kjo, se ja shumë njerëz kurioz, si ja bëni që del në skenë, si ja bën që ka mbrapa mund të kesh drama gjëra dhe del dhe një njerëz si ty që ka dalë kaq shpesh. Si puna, domethënë para shumë edhe futbollistëve, domethënë që duhet bësh detyrën e artistit, domethënë atë që ke për detyrë. Unë duhet dilja si s'bën të performoja, domethënë për gjithë njerëzit e mi, kështu që ishte edhe si një mision, do të thënë. Histori prekse ka pas gjatë karrierës, një nga këngët që është shumë e njohur dhe shumë e pëlqyer nga këngët e mia është pak a shumë histori e vërtetë që kemi marrë një indicje, si më thon, për tekstin, nga një histori e një vajze që më ka treguar një herë. Më ka prekur një jetë me ty. Një jetë për ty, me ty pa. Mos është me klipin e spitalit. Në një aksident. Klipi i spitalit i them. Ka humbur të dashurin, të fejuarin, diçka e tillë. Edhe nga kjo kemi marrë, si më thon, edhe jemi bazuar, kemi shkruajtur edhe tekstin e këngës me Endrit Mumajesin. Okej, e di ajo këtë? Normalisht po, unë i pata bërë një premtim, nuk është se kam takuar në njerë tjetër, po i kam bërë një premtim që do mundon ta bëj këngë të gjë, të histori. Super këngë është kjo. Edhe klipi domethënë është bazu pak a shumë te historia Ti do bie pas do hesht e do ndryshoj në pafundsi zemër të gjetur rikthej përsëri. Sa e bushë pjesa, më zgjon dashuri. Kush e ka për kompozimin? Endri. Kunati. Muma. Vajdoreles. Endri, o thasë Muma, teksti ka bërë, po. Pasi pasu pa shkimi me vllajën e Dorelës sa me Dorelën, po kimi artistike shumë. Kur jemi njohur në fillim pa njoh print të Dorelës me Endrin dilja unë edhe fshiheshim kështu nga. Çfarë thua? Po si arritet se ndoshta mund ta kesh thënë këtë, po si arritet të pushesh me Dorelën nga dy botë ndryshme? U njohëm, domethënë dukesh e pëlqimi që kishim, filloi si shoqëri si fillim, pastaj duke u afruar edhe duke fol për muzikën. Kishim gjëra të përbashkëta edhe kështu filloi historia pak a shumë. Pastaj njofta edhe vllahun e Dorelës, domethënë. Po ka ndihmuar dhe fakti që Dorela është rritur në familje artistike se i pas ka shumë koncerte çdo natë, tipo ishte pothuajse ikur apo jo, apo të ndiqte Dorela? Po kur kishte mundësi po shumicën e rasteve jo. E them kështu me plot gojën që ka qenë një nga mbështetjet më të mëdha, domethënë, të karrierës time. E them që është fanse imja më e madhe, shpesh. Edhe më ka bërë gjithmonë më të lehtë, domethënë, gjithë rrjedhën e karrierës time. Nuk ka qenë person që të ngarkoj, të rrimbi kokë të andej për
xhelozie, çështje, më të tash, kështu që e kam pas goxha support. Pastaj unë jam munduar të jem, më thënë, korrekt në raport me të edhe të mbajmë njëri tjetrin fort, domethënë. Të jemi suport për njëri tjetrin, qoftë edhe unë për karrierën e saj, edhe ajo për timin. Po e kam pas gjithmonë për mendime, për kritika, për gjëra ndryshme. Jeni dhe si shok. Po. Po mendoj që për shembull tani që je në Amerikë, duke qenë se merresh dhe shumë me fëmijët, si thua, e ke zgjedhur dhe me dëshirë këtë rol, pra, sepse Dorela është goxha në karrierën e saj, ka ecur goxha para. Po. Në atë çfarë ajo do, që është financë, numra, s'ka lidhje me muzikën. Besoj që ke bërë dhe këtë zgjedhje me vetdije që të mbështesje aspiratat e saj, ambicet e saj. Patjetër, tani ne, siç thash më herët, kemi suportuar njëri tjetrin. Ishte periudhë ngarkuar edhe për mua, edhe unë kisha nevojë normalisht të shkputesha. Kam qenë gjithmonë aty që kam dashur fëmijët. Aq më tepër kur Zoti më falë dy djem, edhe kam dashur që të kem kohë produktive me ta. Domethënë, nuk jam munduar të jem egoist, që të mendoj vetëm për karrierën time, pavarësisht dashurisë që të madhe që kam unë për muzikën e për artin. E kam shijuar pjesën duke kaluar kohë me ta, edhe duke i parë të rritën, duke i shërbyer patjetër, duke i quajtur për aktivitete të ndryshme, kështu që si më thënë, më ka ardhur shpesh keq që kam qenë larg publikut, e kam ndjetë edhe sy detyrem, ndoshta her pas here, po prap jam i lumtur, domethënë që kam qenë pranë tyre. E shijon shumë, se e pash dhe nga biseda që e shijon shumë. Çfarë të ka ndryshuar ty pjesa e të qenit baba? Unë kam qenë aty e ndjeshme, do të thoja. Ka bërë akoma më të ndjeshëm, ndoshta. Shumë herë më të arsyeshëm për shumë gjëra, jam më ftohtë, i shoh disa gjëra. Nuk, domethënë, më ka dhënë një lloj qetësie, ndoshta po them, qetësie shpirtërore. Do ishe gati ti për shembull që në momentin që çuni realisht do t'i futet muzikës dhe artit, që të fokusohesh 100% tek ai, mund të ishe menaxheri ti? Kaloje nga skena mbrapa skene për të? Po, patjetër, ne bëjmë biseda të tilla her pas here. Joni është natyrë që flet, ka qef bisedoj. Më pëlqen edhe për karakterin që ka, se është insistues në shumë gjëra. Edhe tani bisedën që po bënin për punën e koncertit, i them babi mos u bëj shumë emocional, domethënë, mos se mua personalisht për shembull nëpër koncerte, sidomos festivale, më ka penalizuar pak. Emocioni? Po. Sa shkel kam ba, domethënë, në shkallën e parë, fillon të brrr. Çfarë thua? Po ti je fantastik live. Në live se kam pas asnjëherë si problem këtë, kurse në festivale. Në festivale s'kena më. Nuk e di pse, në skena më të mëdha kështu e kisha. Derisa kalojsh atë pragun, pastaj hallakatësh. Kam një kështu sikur bllokoj frymarrja. Po në Top Fest 7 Kledi Bahiti bënte gallac kur kam kënduar këngën Kohas kthehet. Në frazën e parë, më thotë mu, ke kënduar si dele, një ditë që bërë. Ti ke pas gjithmonë të skenës, ke quhet si frikë stage fright e vogël. Mendoj që është gjë pozitive, sepse kjo tregon, domethënë, shpirtin e artistit edhe gjeshmërinë që ka, domethënë, se sa është i lidhur me atë që bën. Ai që ka bërë përshtypje, nuk e ke përdorur famën tënde në funksion të një fame dhe më të madhe që futet në showbiz. Kjo ka qenë diçka jote, nuk e ke përdorur pjesën showbiz të famës tënde. Gjithë jetën time kam dashur të jetoj si i thjeshtë, njeri, domethënë me këmbët në tokë. Muzikën, siç e thash disa herë, e kam dashur me shpirt, edhe nuk kam dashur të përdor elemente të tjera, domethënë për të bërë më i njohur ose më i përfolur ose këtë ande. Jo, se ka dhe këngëtarë të tjerë që janë realisht shumë të mirë, që janë bërë pjesë, janë shkruar një fabul për ta. Për shembull, edhe për Alban Skënderaj ka pas një fabul. Është fabula e çiftit, fabula e çunit që erdhi nga Italia, me Triko Leshi, me atë këngën. Pra ka dhe këngëtarë shumë të mirë që kanë fabulat e veta. Dhe ti nuk është se ke qenë pjesë e një fabule. Nëse do t'i kthesh kohës, mund të jepte pak më shumë dorë, të paktën në pjesën e imazhit tënd, sepse absolutisht ke super hite, një zë brillant. Them vërtetën Dalina, shpesh domethënë, edhe në bisedë ndoshta po them edhe me Dorelën. Ndonjëherë mund të kthehem kohë, them që këtë gjë mund ta kisha bërë kështu, ose mund ta kisha bërë kështu, ose mund ta kisha përdor për këtë gjë ose për X gjë, si më thon, për të pozicionuar në një, çfarë them ty, stat tjetër ose për të marrë vëmendje ose këtë. Po jam shumë i lumtur sepse kam bërë atë që kam ndjerë, si më thënë, kanë ardhur gjëra shumë natyrshëm. Nuk do doja kur të bëja gjëra që nuk janë të mia, domethënë për hir të
ngrit emrin më lart ose për fitime tjera. Ka pas njerëz që më kanë thënë që po si ti e merr djalin më shumë del, po them e çon në përparqe. Shofi njerëz thonë, ky tani fytyrë publike del me fëmijën. Nuk do kisha menduar asnjëherë domethënë t'ia privoja fëmijës tim që të mos shijoj fëmirin ose duke qenë pjesë e lodrave e këtij janë. Kështu që se kam pas asnjëherë kompleks, kam bërë ato që më kanë ndjer zemra, siç jam ndjer. E shoh që shijon shumë dhe paqen, pjesën e paqes që nuk ka shumë paqe në showbiz kryesisht. Ka shumë pasion, ka shumë adrenalin, ka shumë momente pa harrueshme që tjerët njerëzit thjesht nuk i provojnë dot atë lloj adrenaline që t'jep arti, por që ke një lloj paqe, një dëshirë për të qenë ky që je. Nga të vjen kjo? Ke ushqyer apo ka diçka lidhje edhe me familjen tënde? Besoj që lidhet me natyrën e njeriu. E tham kështu me. Po dukesh si plotësuar, sigurisht kërkon të lloj paqe, ke një lloj plotësimi. Po se në jetë. duke u pjekur njeriu, si më thënë, një 30 vjeçar nuk mendon si 20 vjeçar e me radhë, po mendoj që gjëja më e mirë është që njeriu të jetë komod dhe të ndjehet mirë me veten radh parë, pa u sforcuar për gjërat e tjera. Kështu që un kam bërë lloj pakti paqe me veten, si më thënë, dhe gjej kënaqësinë të ato gjëra që vërtet më plotësojnë dhe mundohem të jap energjinë time dhe të fokusohem ato. Qoftë edhe në jetën e përditshme me njerëz që zgjedh të rri, me shoqërinë, me familjarën. Ka njerëz që duket sikur janë gjithmonë në kërkime, nuk mbushen kur, e kërkojnë diçka dhe thonë shkoj më lart, të bëjmë ky, të bëjmë ai, edhe pse ndoshta thellë ndoshta nuk e duan atë gjë, po e kanë këtë pjesën e brenda. Kurse ti ke pasur ke njohur paqen me veten tënde dhe atë çfarë je dhe çfarë bën, edhe sidomos ke ndar dy jetë, i ke ditur si ti ndash, që shumë herët se ke pasur që prej vitesh kur diskutonim tani për pjesën e jo bosfërfshirjes tënde në showbiz dhe jo abuzimit ose si thua përdorimit të kësaj gjës. Edhe them, ndonjëherë kjo është aftësi e njerëzve të ngopur. Pra ti je rritur i ngopur. Më thej që ke familje të bukur, po doja të kuptoja më shumë edhe për familjen tënde. Familja për mua gjithmonë ka qenë e shenjtë. Edhe tash jam munduar të i mbaj fort. Nuk jam munduar të tregohem egoist tash, duke përfituar edhe duke menduar vetëm karrierën. E kam marrë, po të them, biseda që i flas vetes time dhe i mendoj me trurin tim, si më thënë që edhe sikur të bëhesh më i famshëm ndoshta në gjithë estradën e muzikës, si më thënë, ndoshta do ishte pastaj më mbrapa një goditje e fortë për mua, po të mos isha më ai që isha dikur, edhe duke e marrë si diçka të mirëqenë, diçka që ti e do, edhe ta marrësh të mirëqenë që muzika ka një cikël, do bësh për kaq vite muzikë dhe pastaj do filloj të bjerë aktivitete, pavarësisht se ti e don muzikën, do të krijosh prap, do të sjellësh këngë, po që të mos biesh e të vritesh, si më thënë. Këtë gjë se kam dashur asnjëherë, që kam dashur të marr gjërat shtrut, siç thash, ta shoh muzikën si diçka shpirtërore, jo me patjetër të arri dikun që kur të kalojmë rrugë themi ky është ky. Kam dashur të kem një emër të pastër, një emër të mirë, edhe kur të lëm muzikën, nëse po them nuk do këndoja më, që kur të kaloj rrugës njerëzit të kenë një kënaqësi të shohin si artist që diku ke bërë hite, ke bërë këngë bukura. Të ka interesuar shumë ty mendimi i njerëzve? Unë kam pas frikë gjithmonë me dimasin, do thoya. Atë kisha frikë që të mos humbisja veten, domethënë që për shkak të emrit dhe të karrierës të bëhesha dikush që s'jam. A ke ndjerë ndonjëherë veten arrogant? Edhe të tjetërson si njëri, për shembull. Të ka ndodhur ti? Më i drash, nëse po shihet në gjëra që ka, si më thon, rrethi artistëve, të bësh pjesë thashë themeve këtej andej, edhe futesh në për një natë, në për xhelozira, ku dëgjoj që unë s'kam dashur asnjëherë ti kem. Ke pasur gjithmonë larg, nuk është se ke thyer hundën edhe pastaj larguar. Madje edhe shumica e shokëve që s'kan pas lidhje me muzikën. Edhe kjo është një gjë që të ndihmon, që ke zgjedhur jashtë. Pra thjesht ke dash muzikë, por nuk është se Po. Je çmendur atë. Po kam dashur të jem larg botës tash e themeve. Tani ti the një fjali shumë të bukur që the muzikë nga shpirti. Që sot është pak më ndryshe në këtë vend. Pra nuk është se flitet shumë për muzikën nga shpirti. Kisha tajnën unë dhe foli, dhe e tha unë po krijoj tash muzikë që më del nga shpirti, ka filluar tani. Ka këngëtarë që po kalojnë janë në këtë fazën që duan të gjejnë diçka që u pëlqen ose kanë pasur faza. Nuk e di, për shembull, po të hapun ty një playlist me këngët shqip, hitet e viteve të fundit, reagimi yt, si është?
ka produksione të bukura, do të thënë ka evolu goxha muzika, stili, videoklipet, do të thënë ka të rinj që janë shumë të lezetshëm. Më vjen keq që pas here mungon domethënë fabula, nuk po them raste që edhe përsëriten, po do të flas më shumë ndoshta për pjesën pozitive, që ka artistë që janë të mirë, janë Po je shumë politically correct tash. Janë krijime të bukura, po në vitet e fundit kanë filluar të përsëriten. Po sa këngë do dëgjoje ti? Ke hitet e verës, sa këngë do dëgjoje ti? Sa të zgjatë dëgjimi? Pak, unë s'kam bërë Spotify që është me pagesë, domethënë, edhe pas herë më dalin reklama, kështu që s'më mjafton. Tash i vleri reklama, po. Jo. Domethënë kaloj 3-4 këngë për të dëgjuar një. 5 këngë për të dëgjuar një. Po e zëm se nuk ka reklama. Ti sa mund të dëgjoje vetë nga këto? Nëse të vritë vesh në playlistën e YouTube-it. Jo shumë. Ja shumë. Çfarë është këngë që ka bërë përshtypje, ka thënë këto janë këngë të mira. Thuaj një këngë, edhe pa me që përmendet Tajnën, Obsesion për shembull, është këngë që super këngë është. Është shumë e bukur. Po. Ka ca këngë të Ylli Limanit, do them që më pëlqejnë. Folëm edhe për këngë magjike, më ka lënë përshtypje një gocë e re që ishte Lore, po. Domethënë kjo këngë që dëgjova në këngë magjike u bë edhe shkas që dëgjoj edhe këngë tjetër pastaj të saj. Po ka timër të veçantë, ka shumë veçantë, po. Edhe shumë amerikane, shumë. Po, një pjesë e mirë janë bërë të përsëritura. Po ka ndryshuar edhe showbizi se nuk monetizohet. Ka ndryshuar rinia, ka ndryshuar domethënë gjithçka, po unë mendoj që është edhe ajo se çfarë i ofrojmë ne. Tani po e mendoja që po të këndoje ti shumë tani, ti ishe për shembull se nuk ka lidhje me mosha, se mirë dukesh prapë, po ti ishe te 20-30, ti kishe konkurrent Ylli Limanin. Besoj që po. Po. Mund të bëj një duet, nuk e di ke menduar duet, Ylli Limani është në tavë, qofse ke harruar, po të update-un, Ylli Limani është në tavë, Alba Skënderaj, nuk e di ça. Ylli Limanin e mbaj, domethënë mend që në fillimet e kur ishte te The Voice. The Voice, po. Edhe vinte shpesh edhe në për vendet ku luni muzikë neve. Po. Ndonjëherë edhe e ftonin për të kënduar bashkë me ne. Ka pas bërë dhe shumë covera. Po. Albani pa diskutim që po, Albani është një nga artistët më të mirë që kemi. Shiko më falë, se më kujtua Albani. Kam një pyetje. Se duhet ngacmoj pak, ti mundosh ti jesh politikisht korrekt? Jo, unë thjesht do mundohem. Por jo, duhet ngacmoj, ja ngacmime kështu të lezetshme janë të vërteta, u them vërtet njerëzore dhe vërtet në artistit. Ti ke qenë një periudhë me Albani, dhe Albani ka super hite, edhe ti ke super hite. Dhe jeni te ato këngëtarët që si thash the good boys of rock, sepse edhe ai popi ti ka qenë her pas here, ka qenë dhe rock, ka bërë edhe me grupe. Nuk e di, ke pas dhe një ndjesi kur ke parë se koncerti ti në stadium ishte i madh. Për mua koncerti në Itali ishte top. Se edhe këtu ishte absolutisht, po je në Shqipëri duan kurse atje që erdhën nga gjithë Europa për të parë Albanin dhe tani e ka kaluar ka marrë një venue tjetër, nuk e di, në Greqi më duket, pra ka kaluar në koncerte. Ti ke pas ndonjë nuk po përmend as xhelozi, as zili, as gjë, po çfarë ndjesie ti jep kjo? Ke pas ndonjë kështu që sikur ti isha ose ti kisha ndenjur më shumë? Më vjen shumë mirë do thoya që është krijuar mundësia për të bërë koncerte të tilla, sepse ka ndryshuar ndoshta edhe mentaliteti pak a shumë jon. Unë e kam përgëzuar Albanin, se kam takuar personalisht, po kam takuar Olten, e kam përgëzuar, kam thënë fjalët më të mira. Në periudhën kur kam kënduar unë, ka qenë tjera rrethana, tjera kushte, domethënë nuk ka qenë asafërsisht kjo gjë, që ju as muzikën shqip atëherë nuk e donin. Në atë kohë, po. Mbaj mend që nëpër klube nuk luaj shumë muzikë shqip. Nuk kishte këtë lloj. E ka thënë dhe Aurela këtë, të njëjtën. Nuk kishte këtë lloj impakti që ka muzika sot. Ta kem një koncert recital tamam kështu. Kam vite që e mendoj faktikisht. Ndoshta edhe më losëm ndonjëherë, këtë andaj kur kthehem andaj gjej atë rutinën tjetër, si më thënë. Po me shpresë që do të bëj koncert madh edhe vet. Albani është takuar me shumë njerëz në për këngë. Me ty pse s'është takuar asnjëherë të dy për një duet e ka fjalën? Ka qenë, domethënë për bisedat tona disa herë është diskutuar. Si jemi bombar. A mund të bëjmë një kumbara e lidhjes? As kam unë se kam shtyr ndoshta më tutje, asaj s'ka. A mund ta bëjmë se kam smundje profesionale, mund të bëjmë një kumbara, do doja shumë që të ishin një duet. Por më tepër, domethënë ambicia ime është që të shoh ty edhe në një nga ato skenat e mëdha, sepse publiku që vjen për Albanin do ishte surprizë shumë e madhe, do ishte edhe ti në sken. Në një featuring, siç e quajnë tash, duet bashkë me Albanin, kështu që nuk e di, Albani pos më pa do t'ja çoj video. Jo, tani që po më kujtohen në raste domethënë që ka pas mira komente që njerëzit, publiku
publiku jemi thoshte her pas here që ju duhet bëni një duet, Duhet ta bëni një gjë bashk. Duhet ta bëni dhe jo është gjithnjësia e mirë, thash në atë në kuadrin e nostalgjisë dhe këngëve të bukura, sepse nuk është çështja që ju keni këngë të bukura dhe kemi nostalgji se kemi qenë më të rinj dhe dilim natën. Është koha e një muzike shumë të mirë. Pra e këngëve të mira që kishin tekst, siç edhe vetë tekstet tani që dojnë, shumica janë pse mblet lash. Edhe ti i ke përqendruar te teksti, te muzika e mirë. Shoqëria jonë është shoqëri që ka nevojë për gjitha gjërat, domethënë nuk jemi gjithçka në terezi edhe mund të flasim vetëm për luksin ose për ku dëgjone, domethënë shoqëria jonë ka problematika të ndryshme, probleme sociale, probleme të ndryshme. Mendoj që është koha se s'po flasim fare, jemi bukosur. Mund t'i kushtohet, si më thon vëmendje edhe këtyre gjërave. Unë po e manifestoj. Mund ta kem kamerën. E bëra Alban featuring Vedap, mund ta bëj Vedap featuring Alban varet. Kush e bë? Po, pak rëndësi e bëra alfabetikisht, Alban featuring Vedat. Po manifestoj një duet tuaj. Një duet edhe pastaj koncert, Hype for Hire, e bëra vet. E kisha qef ta bëja vet. Tashi, okay, je në festival. Po festivali ka tjetër, si të futesh e ti, pra, për shumë nëse do të bëj një koncert, duhet shtoje edhe repertorin, apo jo? Patjetër, po. Patjetër. Si të futesh me stili, me qa muzike, se ka njerëz që ka pas sukses, por nuk u rikthehen edhe thon, ti si të futesh e tani, me qa lloj muzike? Doja të vazhdoja, po me të njëjtin stil, pak shumë atë cilin jam identifikuar gjithmonë. Sigurisht orkestrimi, ngjyrat edhe kanë ndryshuar, si më thënë, mund të duket ndoshta ndryshe, se po them, po e marr kështu, nëse do kishim bërë këngë koas kthehet tani në këtë periudhë që po flasim, edhe mund mos kishte impaktin e njëjtë. Po, si më thënë, duke përshtatur edhe ngjyrat e kohës, si më thënë, momentit, po duke ruajtur prap atë linjën me një harmoni të bukur, me tekste. Duke dëgjuar ndoshta edhe Jonin. Po, pse se tash është edhe fryma tyre, ç'a dëgjojnë ata. Po, patjetër. E dëgjon kështu të kuriozon se ç'a muzike ka i vëmendje? Po, thash nuk i imponohem asnjëherë, sepse është po hyn tani në fazën e adoleshencës edhe nuk do t'i imponohem për pjesën e muzikës, po nuk e di, është e brendshme ndoshta, më lën përshtypje që dëgjoj muzikë të mirë, muzikë që unë e pëlqej gjithashtu. Ereni pastaj është i çuditshëm fare, do na vësh një soft jazz për shembull. Dëgjon jazz çuni. Ç'a thua? Do jazz i vogël. Ai shumë i ndjeshëm duket. Po, shumë. Me atë me pulën me thunderin e vet, me thunderin e vet, me soft jazz. Po. Interesant. Atë çunin kiri me merak se djeshmëria duhet ta bani, kështu kam gocën e vogël që është shumë e ndjeshme, dhe janë shumë të lezetshëm, janë të mirë, do t'i puthësh, edhe ai ishte nga ato që nduken, i themi ne, që do ta puthësh atë të vogël, siç është shumë i mirë. I ke të dy shumë kinga, po i vogli kishte atë gjën që ishte tamata për qafoj ta puthje, për që janë të ndjeshëm shumë. Po. Që të ndjeshmi bëhen shumë të suksesshëm më vonë, por kanë ndjeshmëri ndaj njerëzve, shumë ndaj gjërave që u ndodhin përballjes në jetë. Atë sa mundem, do të them që më lejo ti flas ose ai kupton, mundom ti shpreh ndonjëherë gjë. Ti them që nuk duhet të reagosh për çdo gjë, si më thon kaq shumë, se nuk është mirë. Duhet të qenë taf i them ndonjëherë. Jo, në vrik ndonjëherë paseri, jo vetëm i but. Shiko, ti je shenja e Luanit kështu. Po. Okej, ti dukesh i qetë politikisht korrekt, për Luani është zjarr. Është zjarr, e po tash është Luani, nuk është se je politikisht, po ti ke atë lloj paqen tënde atje. Po Luani është zjarr, domethënë, është pak nga horoskopi. Është uftarak, ka unin e vet. Po unë kam ato. Domethënë, më pëlqen që gjërat i marr për i kam qef t'i qoj në deri në fund. Edhe unë jam insistues, domethënë, jam natyrë që du të ndoshta edhe drejtoj. Po insistues me edukat. Po, me stil. Me stil. S'ke pasur, nuk kene vrik fare? Jam, patjetër, jam me raste. Për qa ta caroti më shumë? Qa të bëne vrik? Se di, do shta... Durimi, për shumë a ke durima, s'ke durima? Kam dhe një farpike, kam shpërtimet e mija, patjetër, po... bie pastaj që të somë shpejt. S'ke kështu në makine këto, nuk kene vrik. Me shak kështu, me robe me kështu. Nuk kene vrik shumë. Patjetër, me raste, jo gjithmonë. Vështirë me ndryshu ndoshta. Edhe pse ndonjëherë duhet. Po me njerëz që të zhgënjejnë për shkakun, si reagon kur ke pasur se edhe bota, sidomos sa që flas dhe me artistë, bota showbizit është
po them dy fytyra. Shumica e njerëzve tash këtë fjalën s'po pëlqen ta them, por që është botë goxha kaotike. Nuk e di si ke qenë kështu si tip, si ke përballur situatat, konfliktet. Kam goxha vite tani edhe kam shoqëri që i kam që fëmijë. Jam pjesë e shoqërisë time, takohem me ta, kaloj kohë. Nuk është se kam qenë natyrë shumë i konflikteve, jam larguar më tepër do të thosha. Aty ku nuk ka energji të mirë, që më bëjnë të mos ndihem komod për shembull, mundohem të ikim me stil, kështu pa lënë shumë si më thon hapësira për debate, për të thash. Nuk është se jam natyrë që du të shtyj një gjë për të zënë, për të pasur kush ka drejt, unë apo ai tjetër ose ai tjetër, se nuk e di si mund t'i nglloj edhe te publiku që do na shohin tani, se është bërë shumë e zakonshme që ne të gjithë bëjmë moral, po pastaj në jetën tonë përditshme jemi komplet ndryshe. Mendoj që jam i mirë për shumicën e shoqërisë edhe mundohem t'i mbaj, domethënë të bëj qef, më pëlqen t'i kem afër njerëzit, jam shumë social, du të krijoj shumë shoqëri. Madje edhe në Amerikë kam arritur domethënë që të bëj njerëz bashkë sa kur jam larguar unë, për shembull është prishë gjithë gjëja. Ta marr një shembull në periudhën e pandemisë, unë isha në Brooklyn jetoja. Superi ose personi përgjithës që ishte për pallatin. Supervisori. Administratori i pallatit. Ata më se do na shohim me shumë mundësi. Si ka emrin? Nicole. Po. Edhe ishte periudha pandemisë që nuk dinim dot. Mbaj mend që ka pas podrumi ka qenë i pa sistemum, i pa rregulluar kështu. Edhe kemi ly podrumin, kemi fut bilardo. E organizove ti? E organizova gjithë të gjënën edhe rrinim, kalonim kohë, sepse s'kisha mundësi të dilin nëpër lokale këto. Edhe bënim si party, si më thon. Her pas herë më shumë edhe gratë kështu. Ishte gjë e lezetshme. Kur ika unë që u zhvendosa në New Jersey, pastaj mas sa kohë shkova pash podrumin kishte ndryshuar, ishte bërë rrëmuje madhe ato, thash unë çam i keni bë vendit. Po pa ty, nuk organizova. Po që nga shpirti festës, shpirti organizativ i festës. Tani unë do bëj një pyetje që e bëhet në 2025 në Shqipëri, ndoshta ty do bëhet pak çudi se vërtet ti vjen e ikën, po prap të shkoput shumë Amerika, të merr me vete. Pyetja është, nëse do ishe në Big Brother, me që fillon tani dhe ka filluar në Kosovë, Big Brotheri, sa do rezistoje aty? Duke njohur karakterin tënd, harroje pjesën, domethënë, ke mall për çunat, po ti vetë si karakter, si veda, dua të eksploroj më shumë dhe ty. Sa do rezistoje dhe ç'a do bëje ti aty? Tash më pëlqen kur i marr gjërat përsipër, kam qef të çoj deri në fund. Surprizë për Dorelen ka qenë pjesëmarrja ime në Dancing with the Stars 2011. Ta burrt kam kërkuar në gjithë ato sebepe familjare për të kërcyer asnjëherë si çu, domethënë. Kurse tani ti na nxorë domethënë që çeke balerin profesionist, domethënë, bëke namin. Më pëlqen ti kur marr gjëra përsipër që du t'i bëj, dua t'i çoj deri në fund. Ke kërcyer mirë ti dhe Dance with the Stars. Në finale kam qenë. Po pra. Po tash kujtova. I dyti, po. Kush ishte i pari? Elvana. Okej, ku kishe me Elvanën ti? Po me Elvanën në finale. Po, ke kërcyer mirë shumë. Pra dhe them që e ka të zjarrit e Luani, po tash e ka shtruar. Do mundosha të bëj atë që di të bëj më mirë. Fillojnë debate idiote dhe aty duhet të merresh me këto, do merresh ti, do kishe nge? Nuk do kisha, po them në qoftë se do e merja përsipër. Tani, a do shkoj apo do shkoj? Do shkosh tash apo jo? Jo, s'do shkosh. Mendoj që disa nuk duhet të shkojnë në jetë në këtë show. Në këtë besoj që e bëj atë. Jo, nuk duhet i prish punë Big Brother, mendoj kush të dojë të shkoj, por jo, ti nuk duhet të shkosh. Është zgjedhje gjithsecilit. Ju pastaj, po nuk i përballoj dot. A të vjen keq ty kur she kolegët tut që për të rikthyer në treg duhet futen në një reality show? Më vjen keq sepse nuk do doja domethënë që njeriu të tjetërsohet, të çnjerëzohet domethënë për të arritur një sukses. Mendoj që secili ka vlerat e veta dhe duhet vlerësohet për atë gjë që bën dhe di të bëjë më mirë. Jo me çdo kush, domethënë. Unë për vete nuk kam dashur kur në jetë që me çdo kush të bësh atë dikush. Duke kaluar mbi njerëz të tjerë ose duke shkelur të tjerët. Nuk më impresionoj. Është bërë vedat, është gati kusht. Edhe një këngëtare e re, që unë kam shumë shef, edhe po planifikon dhe hynte aty sepse është promovim shumë i mirë. Që unë nuk e di, unë personalisht mendoj që pavarësisht se është një show shumë interesant, për shkak të marrim Big Brotherin, sepse ti e di shumë mirë, ti janë nga Kosova, ç'bëhet në Kosovë tani, po të shkosh aty është çmenduri. Në Kosovë me çfarë po ndodh. Domethënë, madje ka dhe shikueshmërinë online, ka dhe më të lartë se të Shqipërisë. Po është çmenduri të mendosh që si të rikthehemu në treg, futem Big Brother.
Që aktori që ka investuar, ka bërë shfaqje, ka lexuar, tjetër që ka lexuar libra, tjetër që ka qenë në skena si humoriste, tjetër që ka qenë si muzikant dhe 80% e tyre nuk dhezin, thoni juve, në Kosovë. Nuk kanë, se di pse u futën. Ndoshta ajo nga dëshpërimi për të qenë me patjetër në treg, për të vërdalliste, për të qenë me famë me këtej. Vuan njerëzit ndoshta nga kjo lloj sindrome. Mos është dhe mungesë inteligjencë që i bën llogari të tilla, po. Po unë e them si po shakon ndonjëherë, janë një pjesë e artistëve që ndoshta është më mirë vetëm ti shohësh duke kënduar. Kur hyn në për gjëra të tjera pastaj aty e shef që a janë ato, domethënë, gjëra që ne duam t'ja servirim shoqërisë tonë. Jo, këtu problemi është që po hyn të gjithë. Te Big Brother janë hyn njerëz që kanë vdekur artistikisht, kanë mbaruar, kanë rënë nga vakti, ose në Angli, se në Angli shifet, ose janë ato të rinj fare që duan një push që mund të futen, po prapë ata me kujdes se ku do të jetë push, nëse do të jesh i Justin Bieber, kujdes, jo. Mëso piano ose bëj diçka të çuditshme me, nëse do të jesh, kurse këtu po hyn të tërë. Domethënë unë nuk habitem fare më. Unë pa dashje mund të hyj aty, pa dashje. Nuk e kam menduar, pa dashje mund të hyj dhe unë, po hyn të tërë. Pra kjo është për mua gjëja më e trisht në këtë vend, që është bërë kjo platformë, ajo le të jetë shumë mirë bën, nuk kam asgjë me produksionin, super spektakël kur janë producente vet ecën. Por kjo e VIP-it që ata besoj që kur e menduan nuk e dinin a do ecte as do ecte në fillim. Tash është vetëm kjo, nuk ka më njerëz të thjeshtë, janë po hyn të tërë. Gjysma e popullit artistë, domethënë të famshëm gjysma kështu. Thjesht, ha? Qatë mbjellësh do korësh. Tani, nga Amerika, kur hap, si të duket ty Shqipëria nëpërmjet medias? Kurioze jam. Nuk kanë më shpirt, më thënë. Në raport edhe me emisionet që bëhen, më duken shumë mekanike, domethënë. Ta mbarojmë të sezon, ose të bëjmë të gjë dhe të vazhdojmë tutje. Më vjen keq që shpesh herë domethënë gjen një energji jo të mirë, njerëz që janë edhe frustruar, si më thënë që është gjithçka domethënë shifet me dyshim, ky ai mazun në rrugën, s'mazun në rrugën, domethënë është nuk më vjen mirë. Normalisht që dëgjojmë edhe raste pastaj përditshme dhune. Më vjen keq se nëse do humbim disa vlera që ne i kemi si popull, atëherë do ishte gjë shumë e keqe edhe për brezat që po rriten. E njëjta vlen edhe për Kosovën? Pa tingëlluar tani shumë i mirë, sinqerisht Dalina them se po them nuk di të flas ndryshe tani vjen keq. E gjithë gjëja që ndodh vjen si rezultati i asaj që ne investojmë dhe bëjmë. Qoftë për fëmijët tonë dhe nëse vërtet duam të ndërtojmë një shoqëri, po them, ose një vend më të mirë, se edhe arsyeja se ne ikim për po them një tardhme ndoshta për fëmijët, se ne jena rritur, jena pjekë dhe jemi, si më thënë, më taf, nëse më themi, por e përballojmë jetën, po të rinjt duhet të kenë një tardhme më të qetë ndoshta. Gjë që ne nuk mund të shitemi si amerikan, as si gjerman. Unë jetoj në atë vend edhe shqiptarët prap shkojnë blejnë gjëra ushqimore, si më thënë, në dyqane shqiptare, kupton, që nuk mund të shitemi dikush që si jemi. Ti nuk do doje të ktheheshe këtu? Në Shqipëri unë kaloj gjysmën e vitit, po kur kaloj periudha të gjata ndoshta filloj e lodhem pak. Po jam kështu si i dyzum. Po në bisedat tona të shpeshta ne e themi që do kthehemi. Tani nuk e di. A është ky vend për Erenikun e vogël që do Thunderin? No. Jo. Që të shkojnë në shkollë dhe Jo, fatkeqësisht se di, e kanë vështirë ta them, po jo. Për momentin ja. Nuk e di pse merdi Ereniku, ndoshta i madhi do përshtatej më shumë, që është insistus. Jo, ne edhe mëson ai shprehje për të shohë këtë ende. Kurse ai nuk i duron dot. Kam qenë i vogël, edhe këto bullizimin e këto kur i bësh ndonjë shoqe të shkollës ose në gjë, e kisha shumë problem. Isha person që dilja në mbrojtje të tyre gjithmonë. Edhe jam munduar, ndoshta nuk e di, me dashje pa dashje të jap atë, domethënë të rris në atë lloj forme që ata të jenë të drejtë, të vërtetë, domethënë pa i hyrë hak njeriu, ose pa fol, pa i bë të tjerë të ndjejnë keq, kështu që tash në kohën që po jetojmë është goxha e vështirë për fëmijët. Po të donte i madhe, për shumë të kthej për muzikë. Dhuna është goxha e pranishme. Dhuna po. Sepse nëse flasim me dëshirën se a dua unë të kthehem, unë shpirti im
si më thënë, fle këtu, është ndryshe, nuk mund të bëm asnjëherë unë as amerikan, as gjerman, as ku digjone. Po për të ardhmen e fëmijëve, do shta për momentin aty është fokusi. Po të donë i madhe të kthej për muzikë. Joni Ta eksploron. Joni don për pasere. Kalojmë goxha kohë, verës 3 muaj afërsisht, i pëlqen, e shijon shumë. O veta, the diçka ti tash që the shqiptarët blejnë në dyqane shqiptare. Në kohë kam qenë unë nuk kishte dyqane shqiptare. Komuniteti është shumë i madh. Po tash e kam vënë edhe në që është shumë mirë të flasim njëri tjetrin, se dikur kur shkova në Amerikë thonin mos rime shqiptar. E kemi pasur, nuk e di, vazhdon kjo që thon njerëz mos rime shqiptar? Edhe thon. Po, edhe mund ta dëgjosh. Edhe mund ta dëgjosh. Mua më duket gjë më e çuditshme në jetë, ose kam kuptuar kur këtë. Që të porosis tjetri mos rish me atë që me vëndaliun, me njeriun e që ndar një vend. Më duket gjithmonë e çuditshme, po e kam pasur gjithmonë më përshpërite në vesh, mos rime shqiptari, larg shqiptarëve, lira shqiptarëve. E kemi kështu këtë, ne nuk e di. Ndryshe shika grekët unë që bëheshin. Kjo ka qenë pak e çuditshme tek neve dhe është për të diskutuar kjo pjesë. Edhe kjo është një plag që pse e kemi ne këtë histori. Jo, ne rrimë shqiptarët edhe është komuniteti goxha i madh. E pra, si është tash? Dëshira është edhe jona si prind që fëmijët tanë të shoqërohen me shqiptar. Tani ka ndryshuar, janë e marim shembull, unë jetoja në një pallat tu, dhe do të thotë që me të gjithë do të shkoja, do të hyja e dilja pa thema, kupton? Me mirësjellje i përshëndet, i thua, kështu që edhe atje do rish me njerëz që ti, po them, kushtimisht hat mohabeti. Domethënë, okay, një të bot kuptime, po them. Jo domosdoshmërisht do të bëhet me patjetër, po do të thoya këtë pjesë që më lën përshtypje duke pa fëmijët e shqiptarëve që janë gjatë suksesshëm, të gjithë pa përjashtim, edhe tek shkolla e jonit janë fëmijë që janë me nota maksimale. E kemi ne këtë. Një pika e fortë e jona. E kemi. Po asimilim nuk ndodh. Nuk besoj që ka shqiptarët apo brezi tjetër asimilohen. Shpresoj që jo. Varet shumë nga familja, se çaj një këto, domethënë me çfarë fryme. Po ne flasim shqip te shtëpia. I vogli ka pas pak më problem, po tani ka filluar të Sa ke futur ti nga Kosova në të pjesë? Qa ke futur ti nga Kosova në familjen tënde? Dorela ma kritikon Jonin sepse flet si kosovar në njerë, thëtë si shqiptari Kosovë, do më thënë, me slenge, me këtë anë. E thëtë, po babën e kam nga Kosova, në pse, që ke problem ti? Ato afrimitetin që kemi pas me familjen, lidhet që kemi qenë, ne, do më thënë kjo në kam bajt në shta edhe periudën deri mbas luftës. E di Joni ke folur për luftën për këta? Po. Di? Ka djeshmëri kënaj? Po. Ka djeshmëri? Kur ishte ajo që ndodhe në Mitrovic, instinktivisht unë merë, thash, në qofë se, po ma bet me dore, në qofë se ndodhi diçka, thash, unë do shkoj, të luftoj. Kështu merë dhe natyrshëm, si më. Edhe u prekaj, babi, e mori si më thënë si gjatë mirë qenë, kështu. I kam treguar edhe për fëmijën time, për periudhën e luftës, për gjitha. I pëlqejnë fëmijëve të identifikojnë një histori, edhe si çuna me histori trima që kështu, e kanë shumë qejf të gjë, edhe është besoj që është e rëndësishme ti tregojmë edhe kush jemi edhe se çka kemi kaluar. Tash do të shkoj te kënga në festival. Si të ktheu ty festivali? Apo pedhe ti Eurovisionin si se tash Eurovisioni, festivali atë ka Eurovision, ndryshe. I kam ndjek, patjetër, kam ndjek, edhe kam pas preferencat e mia pa diskutim. Italia për shkakun ka lënë përshtypje në 2 vitet e kaluara, kam pas këngë shumë të bukura, përveç Shqipërisë po them, që ishin Shkodra elektronike. Nuk është se kam pas një ndjesi që thur që duhet jem aty patjetër. Kënga më solli, do të thoya. Kënga si të solli kënga? Dërsuar tash unë kam thënë këtë edhe në podcasti, po. Në gusht më merr Afrodita në telefon, edhe më thot Afrodita Saraqini Kelmendi, edhe Gjevdet Gashi që janë 2 autorët e këngës. Thot kemi një gjë për të treguar, dua të takoj. Domethënë nuk është se zgjatet shumë, edhe i them jam në Tiranë, në momentin e parë që jam në Prishtinë do vi të takoj. Okej, shkoj të takoj tek zyra saj, vë këngën për ta dëgjuar. Pa bërë shumë komente. E dëgjoj, e përjetova, të më vërtetën. Si e përjetova, do me thënë unë pushe me mornica? Ma dridhe gjithë trupin.
Edhe kërkova ta dëgjoja edhe një herë tjetër. Ja dëgjova për herë të dytë, më dha po të njëjtin emocion, pa diskutim. Edhe pastaj filluan të flisim për planin, për idenë, domethënë që kishim për Champions e festivalit. Se kisha menduar, të vërtetën, se u bën 20 vite që jam shkputur, po e thash ndoli vetë, kështu, poja, pa i menu as gjithë pjesën tjetër që unë mund të lija gjërat e mia personale në Amerikë, ose mund të lija fëmijët keq, ose dorelen, po them, sepse e quaj një farë mënyrë si sakrificë këtë shkputin time. Dhe unë e dëgjova këngën, pa leje. Nuk e di, në momentin që del kjo nervisa rrezik kënga ka dalë, që kanë dëgjuar, kështu që besoj që të them, mund të tjerët e kanë dëgjuar, po që është një këngë shumë e bukur, vetëm se është goxha këngë intensive nga vokali, pra kërkon është këngë tamam për skena gjigande. Nuk e di si je me vokalin ti, e ke ngrohur vokalin një çik, ke kënduar shpesh apo në koncertet? Po kam kënduar, patjetër, po do mundom të jemi kujdesshëm sepse siç e the edhe vet, është këngë që do goxha impenjim, është këngë e fortë. Edhe teknikisht është e vështirë ndoshta për ta kënduar. Do mbledh forcat edhe do bëj maksimumin, më të mirën. Je për Eurovision apo je për të kënduar të këngën? Apo do të futet Eurovisioni rrugës? Tani duhet përjashtoj vedatën si personazh në këtë rast, si artist. Do doja të fitonte mesazhi i këngës që ka në vetvete. Tash kur e kam dëgjuar, është diçka që më ishte personale. Kur ta dëgjojnë edhe publiku, ndoshta do rikthehen në atë periudhën që ne kemi kaluar, domethënë. Kur fjala mbaron, domethënë ne kishte mbaruar fjala dhe ishim domethënë pa emër, ishim vetëm numra për armikun. Edhe kemi parë sytë e fëmijëve të trishtuar, domethënë të trembur, që kanë përjetuar të merren që lufta sjell. Tema është e fortë, ndërkohë që ne tani po flasim, vazhdon bota të jetë rrëmuj, në flakë do të thoya. Luftat s'marrojnë asnjëherë nga një luftë në një luftë tjetër, kështu që kjo është edhe arsyeja, edhe unë e gjeta si fëmijë lufte, e gjeta veten te kjo këngë. Edhe më preku normalisht, e flas me emocion tani, kështu që doja ta këndoja. Jo, edhe herën e parë, sa herë të dëgjova dhe kur ma vure mua këngën, prapë kishe. E thash, duke qenë se unë e kam jetuar vetë luftën edhe. Ti ke qenë atje në 99-ën? Po. Bashkë me vllahun kemi qenë për një periudhë kohës nëpër male, nga një mal në një mal tjetër, kështu që kemi parë gjëra që janë si më thënë, mbetën në memorien e njeriut. Të kthej këto jam kurioze. Kam folur një herë mbaj mend me Valdrin Sahitin, për cilin flasim gjithmonë për gjëra të bukura, për showbiz, ka qenë shumë e çuditshme, sepse kam thënë gjithmonë që ne të Shqipërisë nuk e kuptojmë. E dim, na vjen keq, por nuk e kuptojmë. Patjetër. Dhe me Valdrinin kam gjithmonë biseda, jo biseda rrobash, veshjesh, nuk ato s'bëhet se është puna e tij, po biseda shumë më interesante më showbizi dhe një ditë ai nuk dalte duke më treguar mua, se i bëra një pyetje, thashë nga kurioziteti, ne kemi pasur shkëmbimi më të gjatë të mesazheve, me orë të tëra më tregonte gjithë ato ratisin në mal, në përshpi, gjërat e çuditshme natën që i thoshte ëma, i vinte në gjumë dhe se dinte si do gdhishin nesër, 3 çunat. Dhe thash, wow, si vazhdoni dhe me këtë, sa i ke mbajtur këto me vete, këto trauma që mund të kesh nga lufta? Po, kam qenë 16-17 vjeç, ndoshta. Ti ke qenë në zonë rreziku? Më është rrezikshme për çunat që të merrnin. Kemi parë shpesh edhe vdekje me sy. Dhe kam shumë raste kështu që kam qenë rrezikum. Një rast nuk e harroj asnjëherë, se që po flasim tani është podcast edhe mund të bëjmë muhabet kështu si lirshëm. Ka qenë një rast kur ne vinim nga zona Drenicës për shembull, dhe donim të dinim për prindët se si ishin, janë gjallë, si çka ka ndodhur, sepse kishte informacione se ne ikëm faktikisht bashkë me vllahun në atë periudhë. Ka qenë një urë që ishte në lagjën tonë atu, edhe fshehur azi kemi kalu në urën, kanë qenë madje edhe dy ushtarë të UÇK-s me ne, edhe në momentin që ushtarët i kanë ndezë cigaren, ne jemi shkputur edhe në atë lagjën tonë janë marrë gjithë burrat, janë dërguar në burg, edhe janë maltretu, torturu, domethënë.
Edhe kemi qenë nga të pak njerëzit që kemi pas mundësi të shpëtojmë atij rrethit. Po se thash ishe moshë rrezikshme, ishe çun, 17 vjeç, 18 vjeç, dhe ishte moshë të merrnin. Me gjatësi isha i bëshëm, si më thon, kështu që një terror që e kemi përjetuar. Edhe një ditë ishte dhe ishte pa le që ai zgjati pa. Unë nuk kam folur ndonjëherë për këtë temë asnjëherë, domethënë, po me që erdhi të biseda dhe të historia e këngës, doja ta shpalosja pak më tepër, domethënë për tregu edhe mesazhin e këngës. Dhe pastaj shkuan në mal. Unë jam kurioze dhe jo vetëm unë që unë jam kurioze, por realisht neve këtej nuk duhet flasësh se e di ka ndodhur lufta, ishte vështirë, njerëzit u vranë kështu na u doi shtëpia. Mal pa buk. Por sa që dëgjoj histori them, o zot, si e kam. Ka qenë, për shembull, ka qenë një rast kur pse është edhe gallat, kam qenë duke la dhëmbët në një kruaj dhe ishte balt ato. Ta patron kështu granat, edhe është fut në bal, domethënë fatmirësisht nuk ka shpërthy edhe kemi shpëtuar për shkak. Ka pas raste kur ne kemi hyrë në mal për t'ju shmang një post bloku, po them, ushtrie, edhe kemi përfunduar që kemi dalë para post blokut, edhe tani me idenë që thënë durt lart. Ç'o ndodhi? Po kemi shpëtuar për shkak shpesh. Na kanë gjujt me kundër ajror, po them, malit. Edhe viktime vrave kundëror. Po. Kishe humbje jete në familje apo rreth teje? Rrethin e gjerë familjar, po. Kishe. Në të familjes, rrethit ngushtë, po them ja. Po ju i keni dhe komshi, kishe dhe komshi, ato si keni jetuar bashk në Mitrovicë toni apo jo? Po, patjetër. Kurioze jam, a flasim njëri tjetrin apo jo? Jo, nuk ka kontakt. Besoj shumica jo. Thjesht kanë qenë dëbum nga shtëpitë e tyre në Verit Mitrovicës për shembull, deri tani vonë, që ka fillu pak a shumë tani një pjesë e tyre dhe të rikthehen për shtëpitë e tyre. Më vjen keq që u preke, po nga ana tjetër edhe të erdhi në këngë. Pra zgjodhe ishte një këngë që Afrodita të deshte ty për zërin, apo sepse ti do e qaje këtë gjë sepse ishte dhe jotja kur të ofroi këngën? Afrodita Gjevdeti në bisedë, domethënë të dy së bashku, kanë qenë, po them, unanim, ndoshta që personi që mund ta përfaqësonte këtë këngë edhe vokalisht, po them, edhe në ana emocionale isha unë, kështu që unë jam shumë i lumtur që ata më kanë përzgjedh, edhe që unë do jem pjesë e festivalit mbas kaq vitesh. E pa atëherë kuptohet edhe nga ato çfarë ke parti në atë mosh, ku po që adreshat e tjerë luanin Counter Strike, ti kishe predhat, ti dhe se edhe shumë të tjerë, qindra e mira të tjerë në Kosovë, edhe ndoshta kjo mund të ketë qenë jo vetëm një moment traumatik, por edhe mund të ketë forcuar sy karakter. Dhe fakti që ti e ke marrë jetën, e ke vlerësuar jetën. Domethënë, siç ke thënë vetë që nuk u çmende vetëm pas muzikës apo ti futesh në showbiz. E doje muzikën, po ndërkohë nuk e ke vlerësuar çdo moment apo jo? Patjetër. Të gjitha këto, si më thënë, shërbejnë njeriu që të bëhet më i fortë, edhe ta marrë jetën më seriozisht, ndoshta jo çdo gjë është materiale dhe domethënë duhet të jemi falënderues domethënë për çdo ditë që jetojmë dhe zgjohemi në mëngjes. Beson kështu, beson? Po, besoj. Po je praktikues apo jo thjesht beson? Praktikues jo, po besoj fuqishëm, besoj fort. Beson fort. Tash pyetjen e fundit që kam unë doja të përdruar çik atmosferën. Meqense ti dole nga ekstremi këtu i koncerteve, 365 koncerte do i quaj. Meqense s'ka që kapiti, erdhe nga Kosova ku ke kaluar dhe këtë periudhë që është goxha, që është e parrushme në jetën tuaja, të tërve në Kosovë, në ato vite, dhe pastaj kalove në Amerikë. Dhe tani je baba 2 djemsh dhe të thash, më lodhe kokën në kuptimin e mirë të fjalës duke folur për çunat e gjithë kohës. Tani më thuaj, më përshkruaj pak, do isha vetëm të dija një ditë normale, se kam shumë qejf ditë normale në New Jersey, në suburbs të Amerikës. Si është një ditë për ty? Në Katon, thot një shok ime. Dita ime fillon me fëmijët, prap. Duke qenë se do relash në punë, i bëj gati, i qoj në shkollë, edhe sa po lë Erenin të shkolla, ka një gjem, palestër, 1 orë e gjysmë, 2 orë të mira, pastaj pi një kafe, kam një obor, kryesisht gjatë periudhës kur ka bari. Ke shtëpi të bukur, paktën atë që pa shumë në piano. Po, edhe më pëlqen të merrem me pjesën e bashkës për shembull. Jam merakli lulesh, bëj lule. Vërtet? Çe lule? Gjef lulet? No, Dorela i ka shumë qef, por të marr me to pastaj më le mua. Po i njef shumë thuat, për shumë kjo është gardenia, kjo është... Po. Në vërtet.
kam mësuar dhënë. Është meditime, lulja është meditim. Po, më pëlqen dhe me të drejtën kaloj, si më thon kështu, kohë produktive me veten. Më pëlqen të futem në për mendimin e për gjëra. Edhe për muzikën, mendoj edhe për gjërat e tjera, kështu që kam si kohë relaks. Pastaj pret çunat. Pastaj aktivitete me të dy, njëri basketbol, vrap tej, vrap andej, edhe përfundojmë që më lidhemi në shtëpi nga ora 8:30, 9 për shembull. Shohim ndonjë film bashk, gallat, lujm. O Veda, po pse duhet të kthesh këtu realisht me këtë jetë? Kjo është super mashallah, kjo është super jetë. Unë për vete, në fund të ditës këtë ndërroj, e kam shumë qejf punën që bëj, dua shumë, por ku më thon mua për shembull, sa e pasur do të bësh? Më them, pasuria është të kesh paqen, e them gjithmonë, e them në çdo program se dua që t'ja bëj lajmotiv. Të kesh një paqe. Po s'ka që. Për kë? Për këtë pjesë. Ja, bëshaka. Jo, shpresoj që ata që do na ndjekin, domethënë se e kam pak problem këtë thash, në përditshmërinë tonë ne mundohemi të themi gjëra më të bukura, këtej andeje, po e mendoj vërtet e mendoj që është më mirë të jesh njeri i mirë se sa të jesh njeri negativ, fundja fundit. Edhe ajo që ne themi, edhe që i ofrojmë edhe shoqërisë dhe familjes është do të jetë domethënë gjë që ne duam për veten tonë, kështu që edhe në rrugë, edhe në trafik kur i hapim rrugën dikujt. Po ndoshta kjo lloj që thua ti njeriu të mirë, të ka sjell ty Zoti, në rastin të ka sjell Zoti mbrapa këtë qetësi që ke. Shpresoj. Këtë rutinë të bukur të qetë. Se neve këtu në agresivitetin ndoshta edhe mund të bëjmë shaka me lulet me këto, po është arritje shumë e madhe të jesh në një familje me gruan që do, me fëmijët që i shijon, dhe të bësh gjërat që do, dhe kur të duash vjen në festival, kur të duash bën këngën dhe vazhdon bën koncerte, se bën edhe ande këndon. Filloj flasë për kuzhinën, se si gatuaj, pastaj po. Du ta provojmë, po dua që ti dhe Dorela. Kur të vi në Amerikë do vi, e kam seriozisht. Kam shumë dëshirë të vi, se unë në New York stacionohem, kështu që do doja shumë të vija, edhe jam shumë e lumtur për ty. Si thash, unë kam ato të manifestova ca gjëra, qoftë me Albanin që pa Albanin, të manifestova ca këngë kështu për shpirtin tënd, ndoshta edhe për çunat, meqense ke edhe çunat që kanë qejf fëmijët, edhe kur bëj sikur s'duan, kanë qejf kur dëgjojnë për prindërit e tyre. Patjetër. Kur ndodhja. Unë të uroj sa më shumë suksese, besoj që këngën do e qash, duke gatuar mirë edhe duke ndenjur në ajrin e pastër, andej me lulet nuk prishet zëri. Zëri prishet nga tjetër gjëra, po nuk është rasti i Vedatit. Dhe Vedat ka thënë, çfarë do të ndodhi në tënde ti gjithmonë kur ne ke pas mirë. Këtë ke pas bekim, je dukur gjithmonë mirë. Ke kaluar luftra, ke kaluar 365 ditë natën me lloj duhani e gjëra, po prap imazhin e ke dhe si duke është gjitha manifestimi të qenit një çun që përtej zjarrit të Luanit e ke respektuar jetën. E ke respektuar jetën edhe kishte një shumë kënaqësi. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Tamam bashkë bisedim kështu. Sigurisht te shtëpia ime, po them. Kam shumë qejf tash e fiksova, do ta shkruaj që do vi tek shtëpia juaj. Dhe Dorelës e propozoj, ka një propozim në tavolinë për green cardin. Tash mund ta shohim si biznes, meqense pas ka pas dorën, jo për mua, po për shumë të tjerë, jo korçar, mund të hapim edhe të çojmë energjinë. Se tash bota është bërë shumë e vogël, do ikin do vinë njerëzit. Kjo është paktën një në një periudhë që vjen sa herë të duash edhe s'ka problem. Po diskutojmë. Edhe siç thot Fevziu do vendoset, kështu e tha një herë, kishte folur realisht, do bëhet një avion direkt. Po, ajo do ishte gjalletëse më thonë. 2-3 vjet. Se është rrugë gjë e gjatë dhe bezdishme. Sidomos ai tranziti është pa merr frymën. Ti ecën në business apo economy? Në business apo në economy? Ti u thon me business pa? Apo economy? Më varet si qëllojmë nga lekët. Shiko, si do të qëllosh mundoni të u thoni, unë se kam bërë, por dua ta bëj, po them, do blej asgjë, ca mua vetëm të rinë në biznes, se është ajo, ai gjuri i përthyer, sidomos me kalimin e moshës edhe si klesh me ajo këto tavolinën këtu që buta të zë këtu të hekurit në gjashtë. 8 orë. E tmeshme, ha? 8 orë. Po, bëjmë një lëvizje kështu tani. Pa. Shiko, në fundi për shembull fjetën të 2 djemt, edhe u detyrova ti liroja karrigën të voglit për shembull. Po ku shkove ti? Sistemova dhe shkova tash po bëj xhiro atje. Ku shoh te premium class aty, premium business i bi kështu mes të dyjave ato.
ishin ca të lira ato. Edhe ula ato, ushtriva si serioz, domethënë edhe. Po se ke, tash ke portret besueshëm ti. Mendoj që je aty përket aty në vendi. Kështu që. S'to thanë gjë ata. Ja. Super, çafati. Unë njëri jam futur të flisja dikujt që ishte aty dhe më kthye. Para shumë vitesh. Bona 2-3 herë tentova që ti thoja që kështu është mohabet, doja ti flisë, thash, e di çfarë, thash le, thash. Dritat i kishin fikë, kështu që s'merresh e vesh gjë. Super, punë e madhe. Nëse me biznes pa biznes thash çfarë ke tani dhe mbaj ruaje fort sepse ça vlen janë njerëzit që do, domethënë edhe kjo ka rëndësi për ty, familja, shoqëria e fëmijërisë dhe gjithçka që është e vërtet. Sa duket çdo gjë e vërtet që jeton edhe ajo është më suksesi më i madh në jetë, domethënë ti jetosh me të vërtetën. Pa diskutim. Tash është shumë e rëndësishme që njeriu të jetë mirë me veten, pastaj me të tjerë. Falenderoj shumë. Kjo ishte vetë Data Demi, atëre votoni për këngë, me që unë e kam tu dhe është studio ime, kështu që mund të them çfarë të dua, nuk thyj asnjë lloj rregulli të festivalit të RTS-s, kështu që votoni për këngën e Vedatit, është super këngë edhe unë uroj shumë edhe kam shumë besim që do e qajnë të kënduar, por është këngë e madhe dhe sidomos me histori nga mbrapa, është këngë që ja vlen të diskutohet dhe nuk është se është diskutuar, nuk ka qenë tematik. Edhe pse edhe vitin e kaluar ka qenë interesante shumë dhe tematika, por që why not? Ne ndoshta nuk e fitojmë Eurovizionin ndonjëherë, po është mirë që mesazhet të jenë aty edhe është dhe koha për këto mesazhe mbas gazës së Ukrainës e lloj situatave në botë. Falenderoj edhe një herë shumë. Asi Darina, shumë. Natën e mirë. Andale!